koment të shkurtër mbase për sa i përket komisionit të posaçëm, për sa i përket reformës zgjedhore, ju keni asistuar aty edhe me ekspert. Ka diku rreth 6-7 muaj që është ngritur dhe puna në gjykimin tim personal është e ngadaltë, duke marrë parasysh që deri tani ka dalë në konkluzione vetëm për sa i përket financimit të partive politike. Dhe për të vazhduar pyetjen, çfarë prisni nga reforma zgjedhore, ndërkohë që partitë politike sa herë ofrojnë zgjedhje bëjnë reforma zgjedhore dhe pastaj kur mbarojnë zgjedhjet pra diskutojnë standardin e zgjedhjeve. Pra janë reforma që nuk përmbushin dhe nuk garantojnë standardin e zgjedhjeve në fund. Po, së pari duhet të them që nuk erdhën në Pogradec për këtë arsye dhe nuk ndodhem në bashkinë e Pogradecit për të folur për reformën zgjedhore, por është vërtet që prezenca e SBE-s në Shqipëri është angazhuar në këtë punë për të mbështesur komisionin e posaçëm që nga fillimi kanë vërtet punuar le të themi ngadalë, kanë humbur kohë, por gëzohemi që kanë rifilluar punën e tyre dhe si e keni thënë kanë punuar në temën e financimit të partive që është një aspekt shumë i rëndësishëm i jetës politike në ndonjë vend demokratik, si është tani Shqipëria. Sa i përket reformës, ne nuk jemi këtu për të propozuar, imponuar një model. Ka model të ndryshme, çdo vend e ka model e vet. Dhe ka problem të ndryshme me organizimin e zgjedhjeve, ka rekomandime që bëhen nga ODIR çdo herë kur vinë këtu për të zhvëzhguar zgjedhjet. Ne jemi këtu për të ndihmuar në implementimin e këtyre rekomandimeve. Por edhe një herë kjo nuk thot që kemi një sistem preferuar. Edhe një herë ka sistem të ndryshme, OSBE-ja bëhet nga 57 vend pjesëmarrës dhe çdo cili ka sistemin e tij dhe duhet të shqiptarët vetëm të vendosin cilin sistem e kanë dëshirë për të implementuar këtu. I dashur, ka një diskutim, me siguri ju e keni ndjekur, për sa i përket disa liderëve politikë në Shqipëri për shpërbërjen e parlamentit, pra nga 140 antarë në parlament të shkojnë në 100. Si e shikoni këtë diskutim? Absolutisht neutralisht, është prapë një problem i shqiptarëve në të cilët nuk do të hyjnë. 150, 250, 300 është probleme juaj dhe prapë në çdo vend ka situatë të ndryshme, duke shikuar sa banorët janë në Shqipëri, u kuptoj që dikush konsideron që duhet të jetë më pak deputet, ka argumente tjetër që janë në favor të numrit më të madh. Çdo vend duhet të vendosë vetë, nuk është puna jonë për të komentuar këtë aspekt teknik. E fundit, në paktën nga ana ime, po punohet për artën e re territoriale dhe me siguri të paktën nga diskutimi i partive politike do shkojmë në zgjedhje lokale vitin tjetër me artën e re territoriale. Jemi gati? Nuk jam i sigurt që do të shkoni me artën e re, do të shikojmë, është vendimi, është mendja juaj, nuk e di, do të shikojmë. Deri tani nuk kam të quar që do të ishte gati një hartë e re, do të shikojmë. E di që edhe për këtë kanë mendime të ndryshme, prapë nuk është puna ime që të hyj në këtë debat. Okay. Sa herë partitë politike afrojnë zgjedhje dhe bën reformën zgjedhore, ka kontestime nga partitë e vogla që dy partitë e mëdha bëjnë një reformë zgjedhore për të favorizuar veten e tyre dhe për të asgjësuar partitë e vogla dhe pjesëmarrjen e tyre. Ky lloj diskutimi ekziston në vend tjetër çashtu. Edhe prap mund të kuptoj edhe vendimin e atyre partive të vogël që konsiderojnë që nuk respektohen në mënyrën e duhur, që nuk u japen mundësi për të zhvilluar, por duhet të them që ka shumë vend kur sistema bazohet në principin e dypalëshe, një parti e madhe ose një koalicion partish të madh nga një anë dhe një koalicion partish të madh nga ana tjetër. Ose dy parti, duke mos folur për Europën, por në Shtetet Bashkuar ka dy parti edhe gjithë
përpjekjet që janë bërë aktorët tjetër për të krijuar partitë tjetër të vogël nuk kanë punuar atje. Dhe asnjëri nuk do të thotë që në Shtetet të Bashkuara nuk janë në vend demokratik. Domethënë ekzistojnë sisteme të ndryshme. Mund të konsiderojmë që jemi akoma në periudhë tranzicion në Shqipëri. Mendoj që duhet ta gjejmë një sistem që është më e përkatshëm për vendin tuaj. 35 vite tranzicion? Po. Unë kam qenë këtu në punoj shumë. Nuk e di, ka periudhë që kanë vazhduar më shumë. Perëndia Osmane ka qenë këtu 500 vjet. Komunizmi ka qenë këtu 45 vjet. Tranzicion nuk tregon që nuk thotë që nuk ka zhvillim. Zhvillim vazhdon dhe mendoj që tranzicion do të vazhdojë dhe vazhdon tek neve që ashtu ndryshohet nga një herë sistemi zgjedhor. Jam francez, si e dini, dhe në Francë kemi patur disa reforme të zgjedhore dhe jemi duke diskutuar. Në Francë ka disa partitë që kërkojnë një ndryshim të zgjedhor sepse konsiderojnë që sistemi i tanishëm nuk është i përshtatshëm. Faleminderit. Ti më prisni në vend të tij, por kjo u bë në bashki dhe dje jam të lidhur me koleg, kryetari i bashkisë saktuar dje, sepse par dje thashur. Do të ishte që do të kishte ditur më përpara, sepse nëse na njoftoni, një vizitë privat, por një vizitë përfitova nga rasti. Më thoni më përpara, sepse nuk i